Në stepat e pafund të Azisë qendrore, aty ku era u lërin mbi barin e thatë dhe qielli duket sikur peshon mbi tokë, lindi një njeri që do të ndryshonte botën. Një fëmijë pa fuqi, pa pasuri, por me një zemër hekuri. Historia e tij nuk është thjesht rruga e një sundimtari, por transformimi i një bote të tërë. Kjo është historia e Genghis Khanit, njeriut që ngriti perandorin më të madhe toksore që ka parë njerëzimi ndonjëherë. Temuçini lindi rreth vitit 1162 në një territor që nuk njihte paqe. Fiset mongole ishin të shumta, të ashpra dhe të pandrejtshme në armiqësi. Çdo fis kishte zakonet, krenarin dhe urrëtitjet e veta të vjetra. Lufta për ujë, për kullota, për bagëti ishte e përditshme. Asnjë ditë nuk ishte e sigurt. Në këtë botë dhune, ai mësoi rregullin më të rëndësishëm: forca ishte e vetmja ligj. Kur Temuçini ishte vetëm 9 vjeç, babai i tij, Jesugai, u helmua nga fisi rival tartar. Kjo vrasje do të ndiste një varg ngjarjesh që do t'i gdhentnin përjetësisht shpirtin djaloshit. Pa udhëheqës, pa asnjë mbrojtje, fisi i tyre i braktisi ata. Nëna Hoelun, vëllezërit e motrat, të dënuar të mbijetonin në mënyrë primitive, duke mbledhur rrënjë dhe duke gjuajtur brejtës të stepës. Në këtë mjerim të plot, filluan përplasjet ndërmjet vetë vëllezërve, kur njëri prej tyre, Bekter, u ngrit kundër Temuçinit për pushtet brenda familjes, Temuçini e vrau me duart e veta. Ky ishte momenti ku brutaliteti u bë pjesë e pandashme e karakterit të tij. Ai mësoi se kush i kërcënonte udhën nuk mund të mbetej gjallë. Në moshën 15 vjeçare, ai u ka për rob nga fisi Merkit, i lidhur me një zgjedh druri dhe i dënuar të jetonte në poshtërim. Por Temuçini nuk ishte një djalë që dorëzohej. Natën, ai shpërtheu zinqiret, vrau rojen dhe u zhduk në errësirë. Ai nuk do të ishte më kurrë viktim. Në stepat mongole, forca personale nuk mjaftonte. Duhej një rrjet aleancash, fisnik të besueshëm dhe një vizion që tërhiqte mbështetësit. Temuçini e kuptoi këtë dhe nisi të vidhte aleanca strategjike. Më e rëndësishmja prej tyre ishte me Togrul Han, sundimtarin e Herejdeve, të cilin Temuçini e quante atë shpirtëror. Por aleancat në step shpesh ishin aq të brishta sa bararat nën këmbët e kuajve. Në këtë periudhë filluan përplasjet më të mëdha fisnore. Stepën e sundonin 3 fuqi kryesore: Naimanët, Herejdët dhe Merkitet. Të gjithë e urrinin njëri tjetrin, dhe Temuçini, që po rritej në ndikim, shihej si kërcënim i madh. Lufta për mbijetesë u shndërrua në luftë për pushtet. Ai nisi një fushat brutale për të bashkuar fiset mongole nën flamurin e tij. Ai nuk premtonte pasuri, ai premtonte rend, disiplinë dhe drejtësi sipas ligjit të tij të hekurt, Yasa. Dhe për herë të parë në histori, fiset mongole po shihnin një udhëheqës që fliste për unitet. Pas një serie luftrash të përgjakshme, ai imposhti Neimanet, shkatroi Merkitet dhe u kthye kundër ish aleatëve të tij, Herejd. Stepën e mongolëve e përfshiu një luftë e përmasave biblike. Dhe kur pluhuri betejës u ul përfundimisht, Temuçini ishte sundimtari i vetëm. Në vitin 1206, në bregun e lumit Onon, ai u shpall Genghis Khan, sundimtari i madh. I armatosur me besnikëri të pakushtëzuar nga fiset e bashkuara, Genghis Khan nisi misionin e tij, të zgjeronte dhe të forconte fuqinë mongole. Ushtria e tij ishte motori i kësaj perandorie në rritje. Çdo burr që në moshën 3 vjeçare dinte të kaloronte. Harku mongol, i bërë nga brirë kafshësh dhe temdina të thata, ishte më i fuqishëm se çdo hark tjetër i kohës. Shigjetat e tyre depërtonin armaturat europiane në një distancë të pabesueshme.
Sekreti më i madh i Genghis Khanit ishte organizimi i ushtrisë. Ai krijoi një strukturë të re, të quajtur Arban, Yagun, Mingan dhe Tuman, njësi prej 10, 100, 1000 dhe 10.000 ushtarësh. Çdo ushtar ishte i zëvendësueshëm dhe çdo njësi ishte disiplinuar deri në fanatizëm. Kush braktiste fushën e betejës, dënohej me vdekje. Kush tregonte frikë, zhdukej. Në vitet 1213, ai sulmoi dinastin Jin, rivale të Mongolisë. Armiqtë e tij të parë të mëdhenj ishin kinezët e veriut, një mbretëri e madhe me fortifikime, ushtri të mëdha dhe teknologji të avancuar. Por Genghis Khan nuk luftonte sipas rregullave të tjerëve. Ai përdorte taktika mashtrimi, rrethime të gjata dhe terror psikologjik. Në këtë kohë, një prej kapitujve më të errët të historisë nisi të shkruhej. Në vitin 1219, ai u përvlesh me perandorin Huarazmiane, një superfuqi e botës myslimane, që shtrihej nga Irani deri në Uzbekistan. Shkaku i luftës ishte një incident tregtar. Një karavan mongol u vra nga guvernatori i Otrarit dhe ambasadori që Genghis Khan dërgoi për hetim u vra dhe ju pren mjekrat. Për Genghis Khan nuk kishte fyerje më të madhe se vrasja e ambasadorëve. Kjo ishte tradhti e shenjtë. Ai premtoi shkatërrim dhe e mbajti fjalën. Fushata kundër botës myslimane u bë një nga masakrat më të mëdha të historisë. Qytetet Otrar, Buhara, Samarkand dhe Nishapur u fshin nga harta. Historianët llogarisin se vetëm në Nishapur u vran mbi 1.7 milion njerëz, nëse i besojmë kronikave të kohës. Genghis Khan nuk ndaloi. Ai përdori rrethime, katapulta që hidhnin lëndë të djegshme dhe madje shpesh diqte qytete të tëra vetëm për të krijuar terror. Për botën myslimane, mongolët ishin një furtunë e zezë që vinte nga lindja. Poetët persian i përshkruanin si përbindesha të ferrit, por për Genghis Khan kjo ishte thjesht një luftë shpagimi. Pas fushatës së tmerrshme, fuqia e tij u rrit aq shumë sa asnjë perandori nuk mund ta sfidonte. Ai kontrollonte territore nga Japonia deri tek detet e Iranit, nga Siberia deri në stepat e Kazakistanit. Kjo ishte koha e kulmit të tij. Perandoria mongole mbulonte miliona kilometra katror, më shumë se çdo perandori para ose pas saj. Megjithatë, fati nuk e linte askënd të pavdekshëm. Në vitin 1227, gjatë një fushate kundër tangutëve, Genghis Khan u plagos. Disa thonë se vrau një shigjet e armikut, të tjerë thonë se ra një kali i tij. Ka teori që thonë se vdiq nga një sëmundje dhe legjenda që thonë se e vrau një princeshe kapur rob. Vdekja e tij u mbajt sekret. Trupi i tij u kthye drejt Mongolisë dhe sipas traditës, karavani i varrimit vrau çdo njeri që u gjend në rrugë për të mos zbuluar vendin e varrit. Pastaj, ushtarët që e varrosën u vran dhe ata që vran ushtarët u vran po ashtu. Ky zinxhir pafund dhune bëri që varri i tij të humbiste përgjithmonë. Sot, askush nuk di me siguri se ku prehet Genghis Khan. Pas vdekjes së tij, perandoria nuk u shpërbë. Djemtë e tij, Ögedei, Çagatai, Tolui dhe Joçi, si dhe nipërit e tij, e zgjeruan edhe më shumë. Mongolët pushtuan Kinën, u futën në Evropë, djegën Kijevin, shkatëruan Hungarinë, Poloninë dhe u ndalën vetëm rrugës drejt Vienës. U krijuan 4 kanate: Ilkhanati, Kanati i Artë, Çagatai Hanate dhe dinastia Yuan në Kinë. Genghis Khan ndryshoi jo vetëm hartën e botës, por edhe ADN-n e saj. Një nga faktet më tronditëse është se sot, rreth 0.5% e gjithë popullsisë mashkullore të botës, rreth 16 milion burra, mbajnë në kromozomin Y një linjë të drejtë për drejtë që i përket Genghis Khanit dhe pasardhësve të tij. Në disa zona të Azisë qendrore, veçanërisht në Mongoli, Kazakistan dhe Uzbekistani verior, përqindja shkon deri në 8%. Ky është një prej indikimeve më të rralla gjenetike të dokumentuara në historinë njerëzore.
Ai nuk ishte vetëm një luftëtar, ai ishte një fenomen biologjik, kulturor dhe historik. I egër, i pamëshirshëm, por edhe një ndërtues ligjesh, një reformator i komunikimit, një hapës i rrugës së mëndafshit dhe krijues i Pax Mongolica, periudha e paqes që lejoi tregtinë globale.